Lëvizja për ringjalljen e mbretërisë së Serbisë ka reaguar ashpër pas dëshmive të Aleksandar Jovičić, një Amerikan me origjinë serbe nga organizata Serbër për Trump 2024, i cili pretendon se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, është kapur duke tentuar të hyjë në një darkë donatore në Florida në një emër të rrem. Sipas Foxit, Vučić është përpjekur të marrë pjesë në konventën e Byronit në një identitetin fals, Alex Vučić, çka sipas tyre përbën shkelje të ligjeve amerikane. Presidenti i Serbisë është kapur në shkelje të ligjit dhe është lutur me edukat të largohet nga SBA, deklaroi Vojislav Mihajlović, kryetari i Foxit dhe deputet në Kuvendin e Serbisë. Ky skandal u ka sjellë dëm të madh serbëve në SBA, të cilët u përpoqen të zbardhin të vërtetën. Mësohet gjithashtu se Donald Trump nuk e ka harruar se Vučić kishte mbështetur financiarisht fushatën e Hillary Clinton, dhe kjo është dëshmi që me Vučićin në krye, Serbia nuk mund të shpresojë në marrëdhënie të mira me SBA-t, theksoi Mihajlović. Të shtunën u raportua se presidenti serb është kthyer nga SBA për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore. RTS-ja njoftoi se Vučić është ndier keq gjatë qëndrimit në Amerikë dhe më pas është kthyer në Beograd, ku u pranua në një spital ushtarak nga ish-ministri i shëndetësisë, Zlatibor Lonçari. Vizita në SBA ishte parashikuar si një takim me ish-presidentin amerikan Donald Trump në Florida, por gjithçka ka marrë tashmë një kthes dramatike. Tashmë Vučić e gjen veten në qendër të një skandali ndërkombëtar, pasi dolën informacione se gjatë vizitës së tij në SBA, ai tentoi të merrte pjesë në darkën e Komitetit Kombëtar Republikan për mbledhjen e fondeve me një emër të rrem. Incidenti ka shkaktuar reagime të ashpra në Serbi dhe jashtë saj, me pasoja potencialisht të rënda ligjore dhe diplomatike. Vučić mbaritet në SBA sipas njoftimeve zyrtare për të marrë pjesë në një ngjarje që lidhej me Partinë Republikane, duke përfshirë një takim të planifikuar me presidentin Trump. Mirëpo takimi nuk u zhvillua dhe presidenti i Serbisë pas 2 ditësh u kthye urgjentisht në Beograd me shpjegim zyrtar se kishte probleme shëndetësore. Menjëherë pas kësaj, mediat sociale dhe disa media opozitare në Serbi vërshuan në pretendime se Vučić jo vetëm që ishte larguar para kohe nga ngjarjet në SBA, por se atij ishte kërkuar me mirësjellje të largohej nga vendi pasi u përpoq të hynte në darkën e donatorëve për kandidatin republikan për guvernator të Floridës, Byron Donalds, në emrin e rrem Alex Vučić. Këto akuza fillimisht janë bërë nga Aleksandar Jovičić nga organizata serbët për Trumpin 2024 dhe më pas janë bartur nga lëvizja për rinovimin e mbretërisë së Serbisë, presidenti së cilës, Vojislav Mihajlović, pretendon se Vučić ka shkelur ligjet amerikane. Duke marrë pjesë me një identitet të rrem në një ngjarje politike në SBA, presidenti i Serbisë e vuri veten në një pozicion ku ka shkelur ligje të shumta federale. Amerika nuk i merr lehtë këto gjëra, tha Mihajlović. Eksperti ligjor Ivan Ninić ka deklaruar se i gjithë operacioni mund të jetë i lidhur me një rrjet tashmë të njohur kriminal që vepron brenda diasporës serbe në SBA. Fenomeni kamionistët e Vučićit është në hetim nga FBI për një kohë të gjatë, nëse ata kanë një lidhje të drejtë me këtë operacion që lidhet me fushatën e Trumpit, festa sapo ka filluar, tha Ninić në një postim në rrjetin X. Por çfarë thot ligji amerikan dhe si mund të dënohet Vučić nëse ka bërë vërtet këtë shkelje? Përveç pasojave politike janë të mundshme edhe pasoja të rënda juridike. Gjithsesi ligji amerikan ndalon shprehimisht çdo përfshirje financiare ose organizative të shtetasve të huaj dhe veçanërisht zyrtarëve të huaj të qeverisë në zgjedhjet në të gjitha nivelet, qofshin fushata federale, shtetërore apo lokale. Shkelja e këtyre dispozitave mund të rezultojë në ndjekje penale duke përfshirë dënime me burg deri në 5 vjet dhe gjoba deri në $250.000. Përdorimi i një identiteti të rrem e përkeqëson më tej situatën. Sipas ligjeve amerikane, dhënia e kontributeve me emër të rrem është vepër penale. Nëse personi që përdor identitetin e rrem është gjithashtu zyrtar i huaj, pasojat mund të jenë edhe më të rënda. Një person i tillë mund të shpallet persona non grata, të humbasë automatikisht të drejtën për të hyrë në SBA dhe vendi i tyre mund të ekspozohet ndaj presionit diplomatik, madje edhe sanksioneve. Organizatorët e një darke për mbledhjen e fondeve në Florida thuhet se identifikuan një tentativë për imitim dhe refuzuan hyrjen e një personi me identifikim që nuk përputhej me informacionin e paraqitur më parë. Burime të pakonfirmuara pohojnë se kjo është pasuar nga një reagim i shefes së kabinetit të Trump, Suzy Wiles, e cila i ka mohuar Vučićit aksesin në këtë ngjarje. Për momentin nuk ka një konfirmim zyrtar nga pala amerikane, por burime diplomatike kanë konfirmuar për disa media ndërkombëtare se delegacioni serb u largua nga SBA më herët se sa ishte planifikuar.